Mërdash, atë thash. Atë thash që do të lejë jashtë dhe do të fusi çunin e Fariballiut. Mirita të shkoj dëm edhe suksesi në kuvend, me incineratorë, me profesion të lirë këture të jashtë shtetit, me gjermanë e me amerikanë. Të shkoj dëm dhe vale për doktorin, që e kërceve me aq patos, me gazmorin tënë që në fund të latë vetëm dhe do ty në kuvend nga Fieri. Midurata Çupi, më mirë të rije me Lulin, ishe princesha Burgajetit, tani e rrugëve të Tiranës. Do t'ishe humbur po krenare, dhe më mirë krenare se i çfarë apo jo. I rroft Ali Mehmeti që e votuan tironësit, tani e zëvendësuan me Teti Blushin. Spaku apo jo, primaret apo jo, besnik apo jo, asnjë nga këto rregulla nuk aplikohet dot i plot në atë që po bën Sali Berisha sonte. I vetmi emëruesi i përbashkët është një lajm, fatkeqësisht një lajm i vjetër. Sali Berisha nuk do që t'i fitojë zgjedhjet. Ai do vetëm një parti të tijën, të tjerët, bashkë me ëndrat e tyre, mund të ngrohen ndjell. Që doktorit nuk i plas fare për rezultatin, e tregoj që në pikë të mëngjesit kur përzuri pakisën maqedonase nga madhështia e koalicionit të tij. I pranoi Kuti Mëngjusit edhe një xhihadist pro-iranian si kandidat, por nuk i dha një vend të sigurt kreut të pakisës maqedonase, votat e cilit do t'i jepnin më shumë siguri një barazimi të mundshëm në Korçë. Por që deri doktorit është qarri piktorit. Maqedonasit ulën shpejt dhe po shpejt mbyllën pazarin për një vend të sigurt në qarkun juglindor me Partinë Socialiste, aty ku edhe me kontributin ekstra të Brahim Llarit të ish-LSI-s, të majtët janë pranë fitores në një qark ku largua një mandat dhe ku numri çift i mandateve të mbetura linte më shumë vend për një barazim të mundshëm. Por siç e tha më lart, në skedinën politike të doktorit nuk ka rëndësi njësh apo x, rëndësi ka të jetë numri 2. Dhe me qërallafit e LSI, Partia e Ilirmedës po tenton të reagoj pas një gjilpore testosteroni që kreu i burgosur i bërja saj, duke refuzuar të konkurroj në një listë të sigurt për krah Gazmorbartit në Fier dhe duke konkurruar në listën e hapur në Tiranë. Dhjetra për krahas të padëshiruar, si Monika Kuremadi apo të pandehur si Majlinda Rira, i dolën Metës sot solidar në distancë. Solidar dhe dashnorë besnik politik i doli dhe Berisha, që i dha atij së paku 4 vende të sigurta. Për aq sa të sigurta mund të jenë listat e kësaj partie demokratike, e cila po reflekton luhatit e kryetarit saj, i cili me sa duket më në fund po i dorëzohet së vetëm zgjë që nuk ka se si ta kundërshtojë, moshës së tij të thyer dhe lodhjes nga një jetë që zgjodhi ta jetojë mes konfliktesh, megjithëse fati i ofroi tapetin e kuq 2 herë. Për këtë tragikomedi do flasim sonte. Sigla.